Wallahi ko ke maj forcën apo kjo? Është gjatë shtatë i bona veç. Ndërkohë me çka e morën kur e keni ri? Me ndërtim të arriva. Se puna njën kur nuk e prish. Kur kryet e prish. Ja kom ndru një gumë autobusit një herë, edhe kur ka ra bum, ka ra për mi gumë, ka ra mu një kocë ma ka thujtë komas. Tregom cila është mërzia më e madhe një që i ke pas në herë. Mërzia ma e madhe, nona kur më ka dek në luftë, nuk e kom pa. A sot nuk e di shemëll as borrin ku ka, se më konë në Gjermani. Sa i ki pikë në zamër? Bolla e kom, gjallot e kom, CD. Se non, vendi thotë, kur nuk plotësohet. A i ki pa në herën ndër? Po, shpesh bile. Shpesh. Për bes po, shpesh e so. Po së në të mundësien të me ka një 20 era, ka një 10 era, në jasin me aknu, se o sa ba, po është. Se shpirti kur nuk des. Shpirti hec. Djallë ri, mashallah të A kohë. po lodhni? Wallahi ko ke maj forcën apo kjo? Është me po. Qysh je? No, Tregom, gjatë shtatë i bona veç. inshallah zotë edhe i qenë. Edhe me punë të mira apo edhe jetë Me gjatë. gjithë juve. Faleminderit. Ndërkohë me çka e morën kur e keni ri? Una, Po. me ndërtim të arriva. Dërtin tani. Po, valla. A mendon që kjo punë të ka mojtë së të fortë që je? Valla po më duket që i po. Për bes po. Se puna njën kur nuk e prish. Kur kryet e prish. Puna? Po. Pse puna e prish kryt gjaq? A, jo puna, nuk e prish. Po kryet e prish. Kryet, nervoza. Si që kishtë nga ngarkun kur je, as jenë gjene në pun, as jenë gjene me shoqni, me kërkonsje. A ma tregon cili është momenti më i vështirë një që i ke pas në herë? Po, Cili është? ja kom ndru një gumë autobusit një herë, edhe pati jem për me jetu sot gjallë, gumën e zere kom shti për funi, edhe kur ka ra bum, ka ra për mi gumë, ka ra mu një kocë ma ka thujtë komas, Okej. sot nuk e një vetin kur pa defekti. Ka dorë zotë pas ke pështu. Po, Tregom cila është mërzia më e madhe një që i ke pas në herë. mërzia ma e madhe, nona kur më ka dek në luftë. Nuk e kom pa. A sot nuk e di shemëll as borrin ku ka, se më konë në Gjermani në atë moment. Kom dasht marë, pas kom mujtë. S'ki mujt. A e ti kuptu. Në familjar Momenti ti- ma i shtirë. Ne familjar tjetër a i ke pas këtu? Po, kom pas Adulavin e kom pas. Erdhavja së konë nga të nonës? Jo, nuk u konë. E sot se dini as varë Jo, as barën nuk e di. Sa i ki pikë në zamër gjaq? A? Sa i ki pikë në zamër? Bolla e kom, gjallot e kom, CD. Të kujtohet shpesh? Oh, Me pa mujt me këthy kohën edhe njerë ma qa kështë bo? ku që s'kish nga bove që ishe konë ma i këzushëm. Ma i gëzushëm. Po, Pse ma i gëzushëm? Se non, vendi thotë, kur nuk plotësohet. A i ki Kur pa, ish? a i ki pa në herën ndër? A? Po, shpesh bile. Shpesh. Për bes po, shpesh e so. Bile fjallë grove thonë shpesh e adi ku t'i shojsh onë të merë dhe ty, pa jo me që asë është e vërtet. Rënët. E shë shpesh. Po, Të ka mit pikë në zamër si. bolla, bolla. A kalon aja manet para se me ndrujir? Po, Qfar amanet e kalon? ja kalon që më laznive, sa të muni, kini kujdes në përvenet këqia mas shkoni, veprat këqia mas boni, me qatë mundësi që e ki jetoni. Që kjo është. A mënon që i ke mu po herë do kur do me do? Aj, fjallë të gjallare, po, ama tash, qaj që i ka shku nuk o këthy, mo. Jo, po as nuk thehet. Ashtu është. A o këthy, ne? Ja su këthy. E, Veç, a mënon që ka të but për tejme? ka, Ko. ka. Qa ta kush me nonën gjenet, bro? Po, inshallah me që ju është. A bën lutje sot për nonën? Po marë shpesherë, Shpesh herë. shpesherë, jo që po thonë, po së në të mundësien të me ka një 20 era, ka një 10 era, në jasin me aknu, se o sa ba, po është, se shpirti kur nuk des, shpirti hec. E të këptu, hoq nuk jonë, po, i Të regom qysh e hek mallin sot. Sot qysh e hek mallin për nonën. Mallën drejtër me thonë, shka me thonë? E heki mallën shemën që që ka dhe zotit djemë mirë, jonë, se cili kanë djemë, se cili kanë djemë, pishoreja të lumëtën, djemë të lumëtën, po punojnë ndatim të ri, do punojnë shemëll mobile, mobileria, Jetën e pas ke mirë, mashallah. po, mirë që që. Trujt zotit Allah shnetën, E, pa shumë e, beteje. e. Për të mirë, kalon Kalon mirë, mirë, respekt, mos e lë. Jena shahira, kënujna në përdarsme, në pra henjë familjarës. Se bashkisë mbatlarët kanë ndodhë, kemi orë të në 5.000 euro. Kemi shku një darsëm në shatin Grekovc, edhe na qëtarë djemë dhe kemi shku kemi një darsëm tjetër kujna. Ata po thojnë mërë burë në spatën për shahira, ka harën që ta. Pa që po ta sdeshtëm në pranua aty tani. E thret prizreni, mori shkoder, hajde të rrimë se te ka moter. Unë jam Skënder Roshi, shatit Vraneq. Ka një diçka këngëtar këka? Po jam kënujna, jena shahira, kënujna në përdarsme, në pra henjë familjarës, folklor. E na kënujna dhe popullorën herë, ku të kërkojnë
Publiku, po zakonisht jemi promovos të folklorit tamam burimor shqiptar. Se sa kohë merresh me këtë profesion? Po i kemi vëlla, kemi grupin tonë diku një 45 vite, po. 45 vite. Po kemi pasur shoqëni në fshat atje, shoqënia e Balikuçi, jemi antar pe themelimit të shoqërisë. Kemi kontribuar, kemi punuar para luftës, pas luftës tani jemi moshi grup pak më ngushtë. E kemi vazhduar traditën e folklorit deri sot. Tregona rastin më interesant që të ka ndodhur. Rasti më interesant që më ka ndodhur, Kur je shku me knu. rasti më interesant që na ka ndodhur kur kemi shumë me knu çe për tregoj. Kemi shumë i dashur në fshatin Gerikovc, jemi kon në Maqeteja, është një fshat malorës atje, edhe kemi pas më shumë monusën në Gerikovc. Edhe na jemi nis pak më herët se munis Kroshit, jemi nal diku në një kafe me pi kafe, edhe Kroshit kanë shku, edhe na ka thirrë ai zoti i dashur ku jeni. Edhe na çeto ardhjem dhe kemi shku kemi një dashur tjetër kujna. Ndorsëm thuj pas. Dashur të huaj, tash kur shkum aty, ata po thonë mor burr na spatën për shahira ka harën që ta. O jera na të mor atje në Maqetev që do të mor nusi, jo më than atje jam tjetër kohë, tha po do jemi kthy prapë kemi shku. Se hap një ran çatë ndorsëm. Po që po ta s'deshëm na pranua aty tani. Ti që bën muni juve si grup? Jena fort mirë, fort grup kompakt jena në mesveti kurs kemi pas telashe, kemi pas artistin e madh të këngës edhe të folklorit, Fadel Lugazhinë kemi pas shok të grupit, për fat keq vjet ka ndru jetë, na kalon shumë keq neve, jem Gzim Loshi, që ky kolega Emrush Muça, Veçet Kolgjeci, unë Skënder Ronç jam, me harmonikë kemi një Skënder Kolgjecin, tash na ka ardhur një antar i ri pe Italisë ka dalë në pension, tash edhe ai po na bën shoshni, çështu një Las Loshi, çështu. Antari i hershëm i shoshnisë. E sa ja zhën njëri e hojrin kësaj pune? Po i drejt më të kallëzu tash folklorit e na nuk po respektohet shumë, nuk e ka vlerën ose respektin e merituar. Tash më shumë janë dalë darsma na për ahindre, darsma na për restorane, po megjithatë prap ka nis me hi pak. Ne kena bakshishin më të lartë që e ke pas. Prej tën këty në Po vitet. që po të kallëzoj bakshish më të lartë kanë ndodhur kemi ortin 5000 euro, po ato çdo vitet e fundit, jo më herët, ka qenë pak më ndryshme. Herët kemi shku pak pa pazar, po edhe na kanë respektuar njerëz, po me mundësi, mo tash që kohën e fundit ten 5000 euro kanë ndodhur kemi marr bakshish. Edhe pa kund godetën domon veç për çef, kështu. Ajo ka ndodhur me shkutën ai kush e njefshën pa pagesë. Veç e një. Po kemi shku në shaton 80% kemi shku pa pagesë. Po pagesë. Po bën për çef. Na kemi hobi muzikën edhe tani kur do diçka hobi nuk të intereson pagesa. Masi pe deshe që ka që muzikën. Hajt një pjesë shkurt, një diçka. Çka po qef më të knu? Po çka ti den mas mirë? E thret Prizreni mori Shkoder, hajde të rrimë se te ka moter, mere durësin e Tiranën, se na kështu e gëzojna nonen, unë Thraspeje dhe Gjakov, o Drenislape dhe Rugov, vjen Deçani e Mitrovica, Kaçaniku e Kamenica, vjen Gilani, vjen Prishtina, lumet na zbosh ku do të rrina.